kam shku mbrëm te motra ime dhe më ka marrë babi im telefon, dhënën tim, që jemi të kërcënuar të gjithë. I pari sidomos Avniu, më tregu një të vërtetë dhe një të drejtë, të drejtën time që më takon. Ka marrë babin telefon, ka thënë je i kërcënuar, ka thënë filan mik, se kush nuk e di, që Avniun do ta vrasim. Kudo që ndodhet do ta bëjmë copa. Se kush është, e zbulon shteti, ka telefonata, janë gjithçka, ose mund ta ketë marrë me numër ose pa numër, ata zbulojnë direkt, të kapet personi kudo që tjetë, që më ka kërcënuar. Dhe tenusja ime, përveç se unë kam të drejtë se kush është, edhe unë kam drejtë ta vlerësoj ose nuk e vlerësoj. Prindim, qoftë se ja ka bërë respekt, faleminderit, qoftë se nuk ja ka bërë, nuk ka drejtë me thonë, ka qenë ose nusja mirë ose e keqe. Sepse në dëshmërinë e kemi bërë fjalën vet me dajën e saj që për punë dëshmërie ta lesh nuk madhe. Unë kam thënë jo. Për moshën që ka ose ajo ose unë, ka gjëra tjera. Jo, mos a ke problem, ne duam dëshmërinë, edhe ashtu siç them unë, ka thënë daj vet, se nuk e ka prindin, do bëhet. Në rregull. Të duhet tradita siç ka zakoni më përpara, siç ka pas zakoni më përpara. Edhe turpa, di që është turp për mua, po kshu e desën vetë, se fillun vetë. Dëshmëri, po dëshmëria ka shumë kushtetrana. Dëshmëria është edhe me turp, edhe me faqe të zezë, siç e thamë ne. Edhe shumë e ranë, edhe shumë e ulët. Shumë e ulët. Më thotë është e ulët edhe për mua, po prapë në fund punit jam burr. Edhe kush të doj bën reagimin pa gabo vetes vet. Unë kam treguar një të vërtet, ai që ta bën prapë me faqe të zeza.